Se ki problem kështu më krya? Po, se dalim. Shumë probleme ti. Po. Po. Se me kep ti. Përshëndetje shikues të dashur të Radio Publik të Kosovës, ju flas nga ambientet e Universitetit AAB të Prishtinës, ku po bën ceremoninë ndarjes së çmimit ndërkombëtar Ali Podrimja për zgjerimin e letra shqipe Ismail Kadare. Të dashur teleshikues të Radio Televizionit Kosovës, të dashur të pranishëm, zonja Presidente e Republikës time, mirë se keni ardhur. Zoti Aradinaj, Zoti Kurti, Zoti Sejdiu, Zoti Lauka. Sot është një ditë për mua shumë e veçantë, pse unë personalisht kam qenë gjithmonë një lexues shumë i kujdesshëm, i përhershëm, i gëzuar, i vëmendshëm, i të gjitha veprave të Ismail Kadares, të gjithave. Pastaj pasioni individual, normal, për një profesor do duhet kaloj tek studentët. Po ju nuk e dini një ngjarje që ka ndodhur pikërisht në këtë universitet, e quaj një shenjë, e quaj njëkohësisht edhe një drejtësi që i bëhet universitetit, AAB, ku prej 11 vjetësh unë jap mësim me shumë dashuri, dhe kam marrë shumë dashuri nga studentët dhe nga prindërit e tyre. Këtu ka ndodhur një ngjarje e veçantë vjet. Ne flisnim për talentin, për fuqinë bindëse të Ismail Kadares, shkrimtari më i madh shqiptar, dhe njëkohësisht një nga shkrimtarët më të mëdhenj të botës së sotme. Dhe një djalë i ri u çuan këmbë dhe tha: "Po profesor, pse nuk i dërgojmë ne një letër Akademisë së Nobelit, po jo duke i lutur ata, po duke i kërcënuar ata, që t'ia japin çmimin Ismail Kadares." E kështu që e konsiderova të vlefshme, u ulëm, e shkruam një letër dhe e kemi dërguar. Pra, kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri, ende. Nuk ka patur një universitet në Shqipëri, as një shkollë mesme, as një institucion që t'jetë ulur dhe të ketë treguar vëmendje, dashuri, besnikëri,
emocion, pasion për cilin do njeri. Shqipëria është një vend i mirë, por i vështirë, gjithsesi. Kështu që ja ku jemi, sot është një moment i veçantë, një shkrimtari të shkëlqyer, një shqiptari të madh, jepet një çmim me emrin e një shkrimtari tjetër. Në vetvete ka një gjë të cilën do doj të flas pak minuta më vonë. Kjo është një ceremoni. Ata që organizuan ishin shumë të shqetësuar, thanë që neve kemi pak elemente, mos na dele shkurtër, por ndërkohë që vija nga Tirana me makinë, thoja me veten time, kush do dalë e shkurtër? Të lejoj unë Ismail Kadaren të më shpëtoj, të më kaloj këtu bashkë me të tjerët, bashkë me të ftuarit në Kosovë që e duan shumë në asnjë mënyrë. Dhe bëra ca planet mia që çdo prezantator i bën fshehurazi. Kështu që sot edhe pak minuta më vonë, ne do të kemi mundësi të bëjmë Kadares disa pyetje të forta që kanë të bëjnë me shkrimtarin, me shkrimtarët, me letërsinë, me kombin, me dashurinë për këtë vend dhe për vendin në përgjithësi. Por përpara, unë do të kisha dashur të ftoj rektorin e Universitetit AAB, profesor doktor Lulzim Tafa, i cili do t'ju tregoj se ç'është kjo mbrëmje e sotme e ç'do të përmbaj ajo. Zonja Presidente e Republikës së Kosovës, Adifete Jahjoga, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, deputet, ministra, kryetar e përfaqësues të partive politike, akademik, shkrimtar, artist, profesor, student, e nderuara familja Podrimja, zonja Zotrinj. Është privilegj dhe nder, por edhe kënaqësi e veçantë që në emër të AB-s ju dëshiroj mirëseardhje në ceremoninë e dhënies së çmimit ndërkombëtar për letërsi Ali Podrimja, që ndona AB-ja me motivacionin për arritje kulminante në fushën e artit dhe letërsisë. Po ashtu, më lejoni që në emrin tim dhe tuajin, t'ju dëshiroj mirëseardhje shkrimtarit Ismail Kadare, zonjes Elena, botuesit Hudhri, prezenca e të cilëve në nderon. Zonja Zotrinj, AAB si institucioni parë në Kosovë dhe më i madh në rajon nga sektori jo publik, ka të themeluara 5 çmime ndërkombëtare: çmimin për demokraci dhe integrime, çmimin për të arritura shkencore dhe inovative, çmimin për të arritura në sport, çmimin për të drejtat e njeriut dhe çmimin ndërkombëtar për letërsi dhe art Ali Podrimja, që u themelua vitin e kaluar pak kohë pas shkuarjes në amshim të poetit Ali Podrimja, ikonës së poezisë shqipe. Të nderuar mysafir, këtu në këtë vend dhe në këtë sallë, vetëm pak kohë para vdekjes së poetit Podrimja, AAB-ja kishte organizuar një akademi të madhe kulturo-letrare që kushtohej 30 vjetorit të botimit të kryeveprës së autorit e për mendimin e shumë kujt edhe librit më të mirë me poezi të shkruar ndonjëherë në Kosovë, Lumlumit. Për më tepër se 5 dekada që nga vargu monumental miq Kosovë është gjaku im që nuk falet, Ali Podrimja u bë ikona letërsisë shqipe në Kosovë, sidomos e poezisë. Podrimja ishte poet i cili poezinë shqipe e ngriti në piedestalet më të larta. Është padyshim poeti më i përkthyer shqiptar, bukurinë e poezive të cilit tani e shijojnë lexuesit nga të katër anë të botës. Përmes vargjeve të Podrimjes, në vazhdimsi theksohet identiteti ynë, qëndresa jon, rruga jon prej historisë deri në ditët e sotme, dhe përmes dashurisë për atë dheun, ai bëri jehon edhe vlerave të përgjithshme të njeriut, lirisë, paqes dhe humanizmit. Zonja Zotrinj, institucionin tonë kanë vizituar shumë personalitete të shuara të jetës publike e politike, shkrimtar, artist, sportist eminent, por edhe president e kryeministra të shteteve të ndryshme. Por prezenca në mesin e studentëve dhe profesorëve tonë e gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare për ne është rëndësisë e veçantë, për faktin se shkrimtari Kadare tani më është emër emblematik, jo vetëm i letërsisë sonë, por dhe i letërsisë botërore në përgjithësi. Kadare, po ashtu, është edhe referencë e vlerave kulturore evropiane të shqiptarëve në botë. Me këtë rast, duhet ta falenderoj edhe AB-n për kujdesin që ka treguar dhe po tregon në vazhdimsi për këto vlera. Për fund, më lejoni që duke qenë edhe vetë një mik dhe bashkëpunëtor i poetit Podrimja, si edhe shumë të tjerë në këtë sallë, duke ditur edhe vlerësimin që Podrimja ka pasur për Kadaren, jam i sigurt se po të kishim pasur mundësi e ta pyesnin vetë Podrimjen se kush do të mund të ishte fituesi i çmimit të parë për letërsi që mbon emrin Ali Podrimja, ai do të thoshte Ismail Kadare.
Ju dini kur Salman Rushdie botoi vargjet satanike, pati një reakcion të jashtëzakonshëm në botë. Dhe shkrimtarët me sa duket krijojnë her pas here me fuqinë e krijimit të tyre ndjeshmërira të caktuara, në mos flasin për fen, flasin për kombin, mos flasin për kombin, flasin për të metat e njerëzve të kombit të tyre apo për shumë çka në gjithë universin njerëzor. Çudi Salman Rushdie u knaq shumë kur shkrimtarët e mbështetën. Dhe nuk duhet të natyrisht bëj një paralelizim, por një ngacmim ka diku në një pjesë të kësaj, sepse vet Ali Podrimja ka krijuar një poezi për Ismail Kadaren, çka e konsideroi në fakt një dashuri e mirëfillt njerëzore e hapur dhe pa asnjë ekuivok. Një poet i cili bën një poezi për një poet dhe një shkrimtar. Unë do të kisha dashur dhe jam shumë i lumtur që Radio Televizioni i Kosovës i ka pamjet, do të kisha dashur shumë të mbylleshin dritat nëse është e mundur me qëllim që salla të shoh mirë dhe ne bashk të shohim se si e reciton Ali Podrimja poezinë e tij kushtuar Ismail Kadares. Kishte shikuar orën, gjumë të thellë dante një popull. Prapë kishte shikuar dhe kishte hedhur. Kohë nuk kishte më. Kisha mbyllur librin i cili nuk dihet ku do të krijohet. Ali Podrimja, poet shpërthyes në fillet e tij poetike dhe jo vetëm. Poezia e tij është cilësuar si poezi e klisjes, e thirrjes, gjithnjë kashindjekjes. Këngëtari i poezisë, poeti, nuk mjaftohet me këngën e zemrës dhe të shpirtit, por ndërton vargun e ndjenjes e të mendimit. Në njeriun poet dhe në poetin njeri, thirrja ngritet në mendim, në kundërvënie e në reagim deri në gjakim. Muza poetike sa vjen e pasurohet me mjeshtrinë e vargënimit, zgjerohet interesimi poetik. Te vëllimi lumlumi poezia ofron mundësinë e rinjohjes, fillimisht të vetvetes e pastaj të rrethit të njerëzve. Te ky vëllim dhe jo vetëm te ky, shpërthimi i dhimbjes njerëzore ngritet në dhimbje poetike. Ndjenja për një mungesë, ndjenja për një firosje, e pastaj shqetësim pikëllimi që e bren besim në ndrimin, e të gjitha këto plakosen nga dhimbja që pastaj shkarkohet në vargjet, kur njeriu humb të afrimin dhe ngarkesa emocionale farkotohet nga ngarkesa intelektuale, që s'është vetë shtrirje deri në përgjithësi. Të shkëlqyer të Kosovës, të talentuar, zonjusha çështje syzesh, Flora Nikçi, kam të shkruar, e cila do të recitoj mall, do t'ja japim kënaqësinë dhe pastaj vjen Shkëlzen Veseli që ka marrë një pjesë, ka zgjedhur një pjesë nga poezia e gjatë Lora. Do të shoqërohen piano nga një studente e jona shumë e mirë. Ca pika shiu ranin mbi qelq, për ty unë befas ndjeva madh. Jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihemi. Sa rrallë. Dhe mu duk pak e çuditshme si erdh kjo vjesht, ky mëngjes, qejtë ngrysur pa lelek, dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thenja e vjetër e Heraklitit, se që mu kujtua sot për dreq. Të zgjuarit janë bashkë në botë, kurse të fjeturit janë veç.
Në qëndër kemi rënë ka që që do të spëzgjohemi valë. Ca pika shi u ranë mbi qelq, dhe unë për ty, se që ndjeva malë. Lora, prap më kujtove, Lora, dashurin tonë të shkuar, prap ri për typ, si demi që ri për typ barën e livadeve të largët, natën në grazhdën e rrethuar nga bora. Por i për typ atë asfalt të zhavor të zi kërcitës, borit dhe katrorët, mizorit të taksive, tabelat e kafeve, plot drit, afishe, stacione, metrosh, ku me ty brodha. Nofullat e zemrës më dhembin. Tani shiu godet me shkelma gjamave, atje qielli si negativi i zi një shkretire, Lora më ka marrë malli, mall bojhiri. Tani nata si një mbulez vigane, qëndisur me drita anëve, karfosur me paralele dhe meridiane nga lindja në perëndim. Në mbulon e shqetësuar, e ne shtrihemi nën te, si në ethe zbulohemi, të ndarë, të largët, të vetmuar. Pati net i qullur nga stuhia jote, heshtja pranë teje dhe pasionet të marrë mbërthyer mbi krahët dhe këmbët e tua, si mbi një kryq të madh, të bardhë. Në fillim e mora kaq lehtë, madje s'thosha as fjalën dashuri. Se dija se 10 vjet më i ri se Krishti, do të kryqëzohesha mbi ty. Aktorët din ta luajnë heshtjen shkëlqyer, ndërsa prezentatorët jo. Ata vrapojnë për këto zonat e pafolura, thua se diçka i rrëshqet, dhe në fakt rrëshqet ndonjëherë, rrëshqet në mënyrë të rrezikshme. Por jo sot, unë do të kisha dashur, kjo është një fest, sepse ka pas një lloj ceremonialiteti dhe ka në një kuptim më të shkoj drejt zonave pak kështu të gjysmë të errta, gjysmë të zymta, por është një fest, është një kënaqësi shumë e madhe. Një shkrimtar që e duam shumë, që ç'na ka bërë. Shoqata e botuzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të treguar se ç'ka bërë o ç'bën libri, ka bërë një përcaktim që më duket shumë i drejtë. Të shkruash do të thotë të jesh i lirë. Të publikosh, të botosh, do të thotë të jesh i lirë. Të lexosh, do të thotë të jesh i lirë. Ne nuk kemi pasur asnjëherë asnjë dilemë, se në fakt ç'na ka dhënë Ismail Kadare. Po, për ata që atë pyetje sot nuk e bëjnë për ndonjë motiv të vogël ose krejt për shkak të indiferencës së sotme moderne. Unë personalisht do të kisha thënë, mua Ismail Kadare më ka dhënë një dimension lirie, më ka bërë të lirë në një Shqipëri ku kjo nuk ishte një atribut që mund ta kishe shumë kollaj. Kështu që duke pasur parasysh që kjo është një fest, ta çlirojmë një çik vetëm me një pjesë artistike. Kjo nuk është spektakël, sepse shkrimtarët janë pak të tërhequr në raport me spektaklin, po unë e ftoj korin e Filharmonisë se ka një këngë të njohur me titullin Një lule. E dëgjojmë bashkë.
Pjesa e dytë e këngës? Po. Është pjesa e dytë e këngës. Pjesa e dytë. Ne kemi një tokë, kemi dhe një kokë sa e madhe, toka sa e vogël, koka ne kemi një tokë, kemi dhe një kokë sa e madhe, koka aty është vetë toka. Na e duam tokën sa e duam kokën, na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është vetë toka. Na e duam tokën sa e duam kokën, na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është vetë toka. Sa e poke tokë paguaj me kokë, sa e poke tokë paguaj me kokë, sa po e pa koka është e pa tokë, po të kemi kokën, do të kemi tokën, po e humbëm tokën pse e duam. Na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është dhe toka. Koka, toka, jam disa koka e silon toka. Koka, skop tjetër toka, ta ke përmi toka. Toka, shpesh sile toka, kush o disa toka, që silen si vrota, në rrugë të kota. Na kemi një tokë, kemi dhe një kokë sa e madhe, toka sa e vogël, koka na kemi një tokë, kemi dhe një kokë sa e madhe, koka aty është dhe koka. Na e duam tokën sa e duam kokën, na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është dhe toka. Na e duam tokën sa e duam kokën, na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është dhe toka. Sa e poke tokë paguaj me kokë, sa e poke tokë paguaj me kokë, sa po e pa koka është e pa tokë, po të kemi kokën, do të kemi tokën, po e humbëm tokën pse e duam kokën. Na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është dhe toka. Na e duam tokën sa e duam kokën, ku na bie koka aty është dhe toka. Hej, hej! Ndërkohë që ju e boshatisni skenën, faleminderit. Mirë, vazhdojmë atëherë. I kthehemi ceremonisë, jemi në momentin kur do të ftojmë tani kryetarin e jurisë, i cili do të duhej të justifikonte, ky është termi që duhet përdorur, çmimin i cili është ky. Komisioni ose më saktë juria për dhënien e çmimit ndërkombëtar për letërsi Ali Podrimja në përbërje të zotrinjve Ibrahim Berisha, Rahman Paçarizi, Masar Stavileci, Ilir Ezaimi Rugova dhe Bujar Tafa, në bazë të vendimit numër 1950, fraksion 13, datës 19/8/13, mori këtë vendim që të jepet zotit Ismail Kadare çmimin ndërkombëtar për letërsi Ali Podrimja. Do të kisha dashur zoti Berisha ta justifikonte çmimin. Të nderuar të pranishëm, shkrimtari që sot kemi nderin ta kemi në mesin ton, nuk ka nevojë për një përshkrim të hollësishëm. Mjafton të themi se është shkrimtari më i shquar shqiptar, fitues i çmimeve Man Booker International Prize, pastaj Prince of Austria Award and Prix Mondial Cino del Duca edhe shumë e shumë çmime tjera. Ndërmjet tjerash i përkthyer në shumicën e gjuhëve më të rëndësishme të botës, përfaqësuesi më eminent i kulturës shqiptare jashtë, dominues absolut i skenës letrare shqipe për më shumë se 5 dekada, kandidat i shumëhershëm për çmimin Nobel. Kjo dhënë është e mjaftueshme për të kuptuar secili letërdashës në gjithë botën se për kë është fjala. Njëherë e një kohë Franz Kafka pati shkruar se një libër duhet jetë një sopat për të qarë detin e ngrirë brenda nesh. Më vonë, Jorge Luis Borges, për lexuesit e tij anë këndë botës, thoshte se ata e bëjnë të ndihet në mes një rrethi miqësh të padukshëm që e duan. Sidoqoftë, duhet thënë se letërsia zhvilluar nën diktaturë e tirani ka 2 dete për të qarë, njëri me ngrirë dhe me thellë se tjetri. Dhe nëse vepra ndonjë autori me gjithë censurat, autocensurat, ndalesat, akuzat, si kur ajo Kadares, ka qarë 2 dete, duke vënë autorin mes miqësh të shumë padukshëm, rreth e përqarkë botës, mund themi se librat e tij qenë sopat e mbrehtë. Natyrisht, duke bërë miq të padukshëm për vete, Ismail Kadare bëri miq edhe për vendin e tij,
pastaj edhe për gjithë kombin. Po e shpallosje identitetin antik, po kaq edhe tragjik të njerëzve të vendit të tij, që ishte frymës e vet identitetit human. Jo më kot thuhet se Ismail Kadare është zëri munguar i shqiptarëve. Në kohën kur në Shqipërinë e izoluar, shumica e kulturës që kultivoi ishte skajmërisht e ideologjizuar. Librat e Ismail Kadares, ja çdo parashikimi, thyen çdo kufi politiko-ideologjik. Ata depërtuan në për çdo qendër studimore letrare dhe në duart e sytë e çdo njeri të apasionuar pas librit, në Paris, Londër apo Berlin. Veprat e tij u shndruan në urrëlidhje ndërmjet Shqipërisë dhe asaj bote aso kohë të largët e të paprekshme përveç në ëndra që quhej Evropë perëndimore. Librat e Kadares pastaj u shtrinë dhe përkthyen edhe në Skandinavi, Amerikë, në lindjen e afërt e atë largët, duke bërë miliona lexues të mendojnë për njerëzit e humbur, gjatë në mes të Evropës dhe civilizimeve më të bujshme të njerëzimit. Veprat e Kadares sot janë të përkthyer në më së 40 gjuhë. Por me që jemi në Kosovë, nuk do të lëmë pa përmendur as ndikimin që ky univers me male të thepisura, kështjella, bedene, zyra, fantazma, bese pathyeme, gjugj, urmetri harqe, rapsodi, bujtina e hane, pallate ku studiohen ëndrat, hotel dajt, dasma, gjeneralët që ndjek ushtrinë e tij të vdekur, grua terrorizuar, perandore Tiranë, qyteti Gurtë e Pjerrë, të gjitha këto ishin vetë pjesa e njëjtë e qytetërimit tonë. Përmes librave të Kadares, shqiptarët e Kosovës, si në për ëndër, gjendeshin në atë tokë të mjegullt me shumë shije pak diell, ku miti e realiteti, vdekja jeta, pleksin si me magji. Dhe kjo për shqiptarët e Kosovës mbetej ndër mënyrat e pakta të komunikimit dhe frymëmarrjes mendore dhe shpirtërore. Është shkruar shumë për shkrimtarin, për pikpamjet dhe veprimet e tij, madje është gjykuar se çka duhet të kishte bërë dhe si duhet të ishte sjell në atë apo në këtë periudhë. Megjithatë, kundrejt gjitha këtyre sulmeve dhe akuzave, veprat e Kadares kanë fituar fuqishëm. Rrjedhimisht ka fituar edhe ai shkrimtar, ka fituar edhe kultura shqiptare, ka fituar edhe gjithë kultura botërore. Sot të gjitha këto akuza duken të imta në parancinë e vet. Çka është shkruar nga shkrimtari mbetet gjithmonë më rëndësishme se sa çka është thënë për te, dhe ajo që është shkruar për Ismail Kadares vazhdon të lexohet, të përkthehet, të studiohet madje si kurrë më parë. Cila është arsyeja për të dorëzuar Ismail Kadares në çmim? Ose ndoshta duhet të thënë arsyet. E para më e zakonshmja mund të jetë për paraqitjen e një Shqipërie me gjithë identitetin dhe kulturën e saj, në një mënyrë deri atëherë të panjohur dhe deri sot edhe mbasi përgjithëni krejt të papërsëritshme për pjesën tjetër të globit. Një arsye tjetër mund t'i takoj më shumë lexuesit jo shqiptar ose lexuesit shqiptar që mbahet më kozmopolit. Ai do të thoshte arsyen pse Kadaren duhet shpërblyer, pasi vepra e tij e pasur, për plot shkrime fantastike spikatëse, është vend i vetëm ku pati gjetur strehen qenia e përkatësisë dhe ideja e lirisë. Natyrisht që të dyja palët jemi për herë miq të padukshëm e besnik të autorit. Zonja dhe zotërinj, juria e Kolegjit Universitar AB, Kanderin dhe Knasin, çmimin vjetor Ali Podrimja t'ia dorëzoj shkrimtarit më të shuar shqiptar Ismail Kadare. Ju falenderit. Mirë, në momentin që unë nuk e di nëse ju e dini, po kur keni bërë hapat zoti Kadare për të marrë çmimin Princi i Asturias, derisa shkuat në vendin ku do të flisnit atë fjalim të shkëlqyer, që unë ja jap gjithmonë studentëve në mënyrë të detyrueshme, kishte një ndjesi të jashtëzakonshme të gjithë ata që e shihnin. Dhe nuk kishte një krenaristi përfaqësore nga këto që ne po çmohemi, ne po vlerësohemi. Kishte edhe një kujdes atje brenda për një njeri që neve nuk kemi më atë turbullimin për të pranuar që e duam. Bile do të kisha thënë, tek shqiptarët është e justifikuar që ta duan Kadaren në mënyrë të pakushtëzuar. Vetëm ta duan dhe kaq.
është personale, por them se vlen si tezë. Tani, do ta japim atë çmimin. Unë ta ftoj zotin Ismail Kadare në skem, ju ishit pak publik i lodhur, prezentatorët i kanë mani duar trokitjet, kështu që o bura një të fort nga ato me thirrje dhe ftoj rektorin zotin Tafa për ta dorëzuar çmimin. Të shti jam, do të them fjalët që juve mësë shumë të pritën në rastet të tilla, jam vërtet shumë i prekur të kem këtë çmim që mban emrin e një prej poetëve më të shquar të kombit shqiptar dhe njëherë është miku tim të shtrenjtë, Ali Podrimes. U përmend këtu disa herë me të drejtë fjala fest, mbledhje, e gëzueshme. Dhe jam i detyruar të them që në këtë botën tonë ka disa herë paradokse të mëdha dhe ky gëzim, kjo fest, ky tubim, siç përdoret kjo fjalë e bukur në Kosovë, ka burim, një hidhrim në rrënjët e saj, sepse kjo lidhet me ikjen e parakohshme të Ali Podrimes nga kjo botë. E kuptojmë të gjithë që kjo ceremoni nuk do bëhej dhe unë s'do ta kisha këtë çmim qofse ai s'do t'ikte kështu para kohe, po e theksoj, nga bota, dhe do t'ishte më mirë natyrisht që unë mos e merrja këtë çmim dhe ju mos ishit këtu dhe të gjithë ne mos mblidheshim në këtë fest, qofse ai do të jetonte. E megjithatë, në këtë botën tonë ka gjëra që nuk varen nga vullneti ynë, e ka përzejnë dhe logjikën njerëzore dhe vullnetin njerëzor dhe i vendost tjetër kush. Ali Podrimja s'është më, por ai ndërkaq është dhe kjo nuk është një metaforë, është një e vërtet që ne po e përjetojmë në këto qaste dhe që nuk e përjetojmë vetëm ne në këtë sallë, por gjithë lexuesit shqiptar që do të thotë pjesë e madhe e kulturuar e kombit shqiptar e përjeton her pas here dhe do ta përjetoj gjithmonë. Prandaj kur them jam i prekur, jam thellësisht i prekur vërtet që ka mundësi që emri i tij në këtë rast bëhem shkasun sot, herë të tjera të këtë shkaqe të tjera të kujtohet gjithmonë në mesin tonë të kulturës shqiptare. Se prezentatorët televiziv bëjnë shumë gafa, po kjo është e paramenduar. Nuk do ta lë zotin Kadare të mbaroj një fjalim të shkurtër të largohet, unë kam menduar disa pyetje në emrin tuaj. Kështu që meqense jemi dhe në transmetim të drejtë për drejtë, vetë me emrin e Kadares është dhënë një çmim në Tiranë, çmimi Kadare, shmarr nga dy shkrimtar shumë të njohur, ndër më të njohur, Kundera dhe Sabato. Në fakt, zoti Ismail, si është të marrësh çmim me emrin e një kolegu, të një poeti, të një shkrimtari tjetër? Është një lloj, ka një lloj shqetësimi në këtë mes apo është një lloj solidariteti interesant që ja vlen të përflitet? Natyrisht ka një lloj shqetësimi, kjo ndodh një herë shumë rrallë, do ta dini. Dhe unë kur ka qenë ky rast, si përmendët ju, kam pasur edhe një lloj bestytnie, jo të mirë.
të jepet çmim, duke qenë ti i gjallë, zakonisht çmimet jepen më pas. Megjithatë, domethënë, ai bën një, më duket, logjika ishte që letërsia shqipe të pretendoj të japë dhe ajo gjykimin e saj kultura shqiptare për kulturën botërore. Dhe fakti që u zgjodhën dy nga shkrimtarët më të mëdhenj të shekullit, dhe të them drejtën, unë pata një farë shqetësimi se ndoshta ata nuk do të pranojnë se shpesh kur janë shkrimtarët më të mëdhenj në moshë se ai që çmimin mban emrin njeriu që i ka dhënë emër çmimit, fillon dhe me diplomaci e refuzojnë. Shumica e bëjnë kështu, dhe shumica kështu do të ndodhte. Megjithatë, ishte një nder, pra çmimi u pranua, ishte një nder, u pranua si thuaç një autoriteti i kulturës shqiptare që t'i japi dhe ajo zërin e saj. E morën, pra, si thash, dy nga shkrimtarët më të mëdhenj të kohës, dhe ishte një kënaqësi për të gjithë neve. Natyrisht që unë nuk do të guxoja të bëja paralelizma, por shpeshherë kur ndaloj me makinë në për vende të ndryshme të Kosovës që vi e shkoj, më ka policia shpesh. Ata më thonë që Ismail Kadaren dhe juve dhe ty të duam realisht shumë. Tani nuk e kanë pas me mua natyrisht, po megjithatë me vete kam menduar që pse në Kosovë ja thonë relativisht pak vete, kjo është një kënaqësi më vete, një krenari më vete, po do t'i ka dare. Natyrisht që juve duan shumë dhe nuk kanë se si të bëjnë ndryshe, po në fakt, si kanë britur me ato libra të shkëlqyer, me ato thirrje të mrekullueshme, me ato vëmendje të madhe që ju i keni kushtuar Kosovës. Në këtë sekond që flasim ne, ç'është Kosova për ju? Kosova është pyetja është duket e thjeshtë, por është dhe e vështirë, sepse është një pyetje, si thua, nga këto që janë globale, që përfshin ka të bëjë me gjithë përmasat e një kombi. Nuk është fjala vetëm për kombi shqiptar, por për çdo komb të shtrohet një pyetje e tillë, do një përqendrim, vëmendje për të dhënë një përgjigje të saktë. Dhe mendoj se nuk ka përgjigje të saktë. Ka një përgjigje që përjetohet nga të gjithë, pak a shumë më tepër me intuit, me bindjesi, se sa me logjik. Kosova është pjesë e natyrshme, e kombit shqiptar, e kombit që ne na është bërë zakon të themi ka pas shumë telashe, shumë drama. Unë mendoj se kombi shqiptar, populli shqiptar, është e vërtet se ka patur drama dhe shqetësime të mëdha. Megjithatë, unë nuk e quaj se kam quajtur kur një komb me fat të munguar, me fat të hidhur, siç është bërë zakon shpesh të thuhet, nuk është e vërtet. Ka pasur humbje, ka pasur, të gjithë popujt kanë humbje, shumica e kombeve në këtë botë nuk janë më të gjallë, do ta dim, të jemi të ndërgjegjshëm, sepse përdoret shpesh shpreha populli pavdekshëm, popujt janë të pavdekshëm, kombet të pavdekshëm, nuk është e vërtet. Kombet, si çdo gjë, janë të vdekshëm, dhe ata që janë të gjallë do thotë se ata kanë triumfuar mbi një të keqe të madhe që e sulmon gjithmonë kombin. Është e natyrshme që kombet të sulmohen nga kush, në mënyrë të paparashikueshme, nga lloj-lloj rrethanash, shpesh nga vetvetja. Kjo është sulmi më i rrezikshëm. Prandaj unë do të me mikun tim të shtrenjtë Ali Podrimja, sikurse me mikun tjetër të shtrenjtë, gjithashtu e kam humbur Azem Shkrelin, kemi biseduar shpesh për këto probleme, për lidhjen që detyrime ka kultura, letërsia me kombin e vet. Letërsia nuk ka ato detyrime që mendohet. Letërsia nuk rregullon punët e një kombi, nuk rregullon punët e shtetit, nuk rregullon punët e partive. Prandaj ajo është mirë të qëndrojë jashtë tyre. Ajo ka vlerë si vlerë e pavarur në radhë parë, si një vlerë paralele, si një botë paralele.
por ka sezone ka stin në jetën e popujve kur kanë nevojë për të. Dhe ahere letërsia e thyen zakonin e saj të pavarësisë dhe përzihet në punët e kombit. Kështu është përziher letërsia shqipe në 120 vjet përpara, 150 në kohën e rilindjes kombëtare. Kështu duhet të përzihet përsëri kultura shqiptare sot, kur kombi shqiptar ka një problem tepër serioz. Nuk do të përdorja fjalën të rënd, po më tepër serioz me kuptimin të rënd. Kombi shqiptar ka një problem me kontinentin e vet evropian. Është sot i vetmi popull ose i vetmi komb ndaj të cilit është bërë një përpjekje për ta nxjerrë nga kontinenti. Nuk do të krahasoja me dramën e hebrejve, sepse ajo është planetare dhe me përmasa më të mëdha, më tragjike, por që i ngjan asaj, me përmasa europiane. Kombi shqiptar e ka pas këtë problem, vazhdon ta ketë dhe është shtruar disa herë që e ka vendin apo jo në Europë. Duhet të jetë në Europë apo jo. Është evropian apo shtiret sikur është evropian. Këto duken absurditete, po këto janë të vërteta dhe këto janë disa herë diskutohen edhe nga njerëz që ne i kujtojmë të mëndshëm, po që s'janë të tillë. Jo vetëm s'janë të mëndshëm, po janë të rrezikshëm. Kombi shqiptar është pjesë e mirëfillt e familjes europiane. Ai nuk ka nevojë për arsye për të justifikuar pse është evropian. Zakonisht kombet nuk kanë nevojë për arsye, sepse arsye janë vetë ata. Vetë ekzistenca e një kombit është arsye për një komb, arsye të qenit. Kombi shqiptar e ka gjeografinë e vet, vendin e vet, e ka në Europë, historinë e vet, e ka në Europë, qytetërimin e vet, e ka pjesë të qytetërimit evropian dhe nuk ka pse shtrohet ky absurditet që është makabër, po ta shikosh nga një anë të një popull, a duhet të jetë në Europë, apo duhet të bëhet. Në pjesën e tij më barbare, formulimi është bërë i tillë. Kombi shqiptar se ka vendin këtu dhe nuk është keq të dëbohet nga kontinenti. Kjo ka herë është quajtur shpërngulje, herë dëbim dhe drama e fundit ka qenë para 14 vjetësh, kur u bë përpjekja e fundit për ta përgjysmuar një pjesë të tij për ta nxjerrë nga Evropa. Prandaj në këtë rast kultura shqiptare, letërsia, ne të gjithë dhe ndaj dhe i kujtojmë miqtë tanë që kanë ikur me përkushtim, kemi detyrën të ndihmojmë në sqarimin e këtij keq kuptimi që për fat keq po bën rrugë kudo. Nuk ka kuptim diskutimet, a ngjajnë, nuk është luks thjesht evropian. Nuk është mburje, është thjesht fakt. Nuk e bëjnë ne shqiptarët këtë gjë se do mburemi përpara një jurie ndërkombëtare. Na shikoni se edhe ne jemi në europian. Ne kemi qenë, jemi, ngjajmë me Europën, apo s'ngjajmë, është një muhabet tepër i konsumuar dhe vulgar disa herë. Më pëlqen të theksoj një gjë që e kam theksuar përpara. Ne fillojmë ngjashmëria jonë me Europën, fillon ndoshta nga një gjë jo e këndshme, nga ashpërsia, po dhe ashpërsia është një ngjashmëri. Fillon ngjashmëria nga ashpërsia për të përfunduar një ditë ndoshta te butësia, ose s'është e nevojshme të përfundojë te butësia. Po ashtu është, domethënë. Europa ne ngjajmë me të mirat dhe me të këqijat e saj në radhë parë. Po ato janë të këqijat e saj, të këqijat europiane. Dhe kështu u zgjata shumë te kjo, sepse kjo ka qenë një nga bisedat tona me Ali Podrimin dhe Azem Shkrelin, që të dy këta miq të mi të hershëm ishin të kursyer në fjalë, kush i ka njohur e di mirë, dhe meqense edhe unë nuk jam shquar për në një shkallësi të foluri, si thuash me fjalë shumë, nuk kemi harxuar shumë fjalë për të shprehur, por jemi kuptuar shumë mirë. Nuk do kisha dëgjuar juve gjithmonë, por fotografët, gati. Unë do t'i jep dorën, do t'i kadare, në emrin tuaj për ta falenderuar dhe do ta përqafoj, se një gjirokasteti dhe mund mos dojtë më përqafoj, po unë televizion s'ka që të më bëjë, do më përqafoj se s'bë.
Faleminderit. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Miropafshim. Drejt nga ambientet e Universitetit AAB të Prishtinës, ku solemnisht shkrimtari ton Nobel Ismail Kadare ju dorëzua çmimin ndërkombëtar Ali Podrimja, i cili vitin e shkuar u shu në një udhtim letrarësh në lodeve të Francës. Të themi se tërë manifestimi kaloi në shenjë të këtyre dy gjenive të letrave shqipe dhe nga këtu sikur doli apeli jepni ani Kadares çmimin Nobel. Ai e meriton këtë. Miropafshim dhe gjithë të mirat dhe vazhdoni të qëndroni me programin ton në vazhdim.